Kosova sot ka humbur fizikisht intelektualin dhe veprimtarin në çështjes kombëtare Mentor Kaqin, një emër i njohur i angazhimit qytetar dhe kombëtar i cili gjithë jetën e tij ja kushtoi çështjes kombëtare dhe dashurisë për atë dheun. Mentor Kaqi ishte ndër ata intelektual që nuk u mjaftua vetëm me fjalë, por veproi me përkushtim e guxim në kohë sfidash, duke ngritur zërin për të drejtat kombëtare, për lirinë dhe dinjitetin e popullit të tij. Ai përfaqësonte modelin e aktivistit të palodhur që besonte se atë dheu ndërtohet me dije, me sakrificë dhe me ndershmëri. Ai ishte edhe ish i burgosur politik, një dëshmi e gjallë e kohëve të rënda që kaloi populli ynë. Burgosja e tij nuk e theu, përkundrazi e forcoi edhe më shumë në idealin e tij. Pas hekurave ai mbajti të gjallë shpresën, dinjitetin dhe besimin në liri. Sakrifica e tij është çmimi i lartë që pagoi për fjalën e lirë dhe për ëndrrën e një atdheu të lirë. Si një ndër themeluesit e frontit për rezistencë dhe bashkim kombëtar, ai la gjurmë me mendimin e tij kritik, me qëndrimet e qarta dhe me kontributin në forcimin e vetdijes kombëtare. Ishte i dashur për bashkëpunëtorët, i respektuar në rrethin shoqëror dhe gjithmonë i gatshëm të ndihmonte e të këshillonte brezat e rinj. Mentor Kaqi i takon gjeneratës së hershme të intelektualëve shqiptar, që tërë kapacitetin e tyre e vunë në shërbim të lirisë së atdheut. Kaqi kishte pasion edhe pikturën, ku përmes saj shikoi përtej mureve të burgut, duke shprehur ndjenjat dhe shpirtin e tij liridashës. Ndarja e tij nga jeta është humbje për familjen, miqtë dhe për të gjithë ata që e njohën e vlerësuan për idealin dhe për kushtimin e tij. Kujtimi për Mentor Kaqin do të mbetet i gjallë si shembulli një njeriu që e deshi atë dheun me zemër dhe veproi për të me ndërgjegje të pastër.